Hyrja dhe dalja e qytetit të Lushnjës nga rreth rrotullimi plugut drejt qendrës së qytetit dhe anasjelltas ofron një panoramë tërheqëse me palma, gjelbërim dhe pemë dekorative. Një projekt që i ka dhënë kësaj zone një pamje moderne dhe mikpritëse. Por në mes të kësaj panorame, një problem bie menjëherë në sy. Kanali ujëpërcjellës që përshkon këtë segment është mbuluar pothuajse tërësisht nga kallamiqtë dhe bimësia e pakontrolluar, duke dëmtuar estetikën e një prej hyrjeve kryesore të qytetit. Çdo mbrëmje dhjetra qytetarë sillin këtë aks për shëtitje, por pamja e kanalit të mbuluar me kallamiqtë dhe mbetje bimore dhe një përshtypje jo të mirë. Ndërkohë krahu tjetër i rrugës mbahet i sistemuar dhe i gjelbëruar, çka e bën edhe më të dukshëm kontrastin mes dy anëve të këtij projekti. Ky kanal është në administrimin e Drejtorisë së Ujitjes dhe Kullimit FIAR. Qytetarët kërkojnë ndërhyrje për pastrimin e kanalit dhe mirëmbajtjen e tij në mënyrë që hyrja e Lushnjës të ketë pamje që meriton dhe të ruhet një nga hapësirat më të bukura panoramike të qytetit.